Shkëndia pësoi humbje me rezultat 0-1 ndaj Samsunsporit në ndeshjen e parë të play-offit të UEFA Conference League. Skuadra turke konfirmoi rolin e favoritit, ndërsa goli vetëm u shënua në minutën e 77 nga sulmuesi Marius, duke i dhënë fitoren e rëndësishme ekipit turk në ndeshjen e parë. Në minutën e 7, futbollisti mysafir Ndiaye nuk realizoi goditje nga 11 metrëshi. Kuqezinjet kishin disa mundësi për të shënuar, por që nuk u shfrytzuan. Në tribunat e stadiumit të pranishëm një numër i vogël i tifozëve vendas, ndërsa nga Turqia kishin ardhur mbi 1000 tifoz të Samsunsporit. Pas ndeshjes në preskonferencën zyrtare, trajneri Jeton Beqiri pranoi se kundërshtari ishte më i mirë në fushë dhe se ekipi i tij nuk ishte në nivelin e duhur. Ne kishim përballë një skuadër shumë cilësore, por unë dua të merrem pak me skuadrën time. Mendoj që Shkëndia nuk ishte në maksimumin sonte, domethënë nuk patëm paraqitje më të mirë të mundshme. Normalisht në njëjtën kohë nuk dua të përul performancën e kundërshtarit për shkak se jemi korrekt, ishin skuadër më e mirë në fushë dhe një nga ato raste që patën e shfrytzuan, kurse ne nga 2-3 raste të mira që patëm nuk shënuan dhe kundër këtyre skuadra kështu që janë shumë cilësore. Nëse nuk arrin të shënosh nga ato rastet e pastra, atëherë rezultati përfundimtar normalisht do jetë negativ. Trajneri gjerman Thorsten Fink bëri një debutim të suksesshëm në bankinën e Samsunsporit me një fitore 1-0 kundër Shkëndisë në Shkup. Ai para gazetarëve shprehu kënaqësinë e tij për fitoren në ndeshjen e tij të parë, duke theksuar se skuadra tregoi energji të mirë pavarësisht se pati 2 seanca stërvitore me skuadrën para kësaj ndeshje. Ndeshja kthyese Samsunspor Shkëndia zhvillohet më 26 shkurt, ndërsa fituesi nga kjo përballje kualifikohet në 1/8 e finales së Conference Ligës.